Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar mbi ngjarjet edhe dinamikat më interesante që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother. Do të flasim për një çift i cili po na befason gjatë ditëve të fundit në shtëpi. Shumë afrimitet, shumë dashuri, shumë pozitivitet, por jo në fakt e dukshme tek banorët, por e fshehur brënda tavolinës bukës, në ambientet kur janë tek dhoma e gjumit, ndoshta në hapësira pak më private, brënda asaj shtëpie në sy të banorëve, por jo në sy të publikut, sepse shtëpia është e ndjekur nga 100 e ca kamera. Brikena dhe Mateo janë kapur mat në një video ku kamera është fokusuar tek ato të dy, ku Mateo ka futur dorën në këmbët e Brikenës. Do me thënë, e keni dhe fotografinë që ne kemi publikuar, shkëputur nga kjo video, që Mateo duket që ka thyer ato akujt e Brikenës dhe Brikena ka filluar që ta toleron Mateon të shkon përtej emocionit, përtej ndjesisë së saj. Mateo dhe Brikena si që duket më kanë liruar emocionet. Mendoj që Brikenës i ndikoi shumë informacioni nga jashtë, droni që në fakt erdhi me mesazhin nga familja që bën çfarë të duash sepse ne jemi të lumtur në një farë mënyre me rrugtimin tënd. Mendoj që ishte përgjigja e të gjithë pikpyetjeve që Brikena i kishte në kokën e saj. Brikena dhe Mateo nuk e kanë pranuar afër publikut apo afër banorëve që ato do me thënë kanë krijuar kaq shumë afrimitet. Tek banorët kjo gjë duket sikur Brikena po e përdor Mateon, por në këtë rast Brikena e ka toleruar afrimitetin me Mateon. Unë mendoj që Brikena dhe Mateo e duan njëri tjetrin. Fakti njëherë që Brikena u mundua që gjërat e saj në jetë t'i lërë që të rjedhin në mënyrën më të mirë të mundshme. E dyta, fakti që Brikena u mundua që Mateos t'i dalë zot, t'i ndihmoj, t'i qëndron pranë për të gjitha debatet, tregon që ajo ka një dashuri të vërtet dhe ka një respekt të jashtëzakonshëm për Mateon. Dhe së treti, mënyra se si Brikena e toleron Mateon që ai të los, të dhuroj shaka, të dhuroj emocion, të dhuroj pozitivitet. Do me thënë, Mateo është më i lirë, nuk është më ai Mateo i ngurtësuar. Dhe që të dy e kanë fokusin tek njëri tjetri, Brikena e ka fokusin te Mateo, Mateo te Brikena, do me thënë nuk heqin dorë nga momentet e njëri tjetrit. Mendoj që kjo është dhurata më e bukur ndaj këtij çifti. Kjo video e vulos që marrëdhënia e tyre është finalizuar. Dhe unë nuk pres që Brikena të dhuroj një puthje brënda shtëpisë së Big Brotherit, edhe në momentin kur Brikena do të del kok më kok me Gimbon, sepse Brikena nuk dëshiron që këtë ndjesin të cilën e ka shpirtërore dhe e ka kaq të shenjtë, do me thënë e respekton dashurinë për të shenjtë, ta ndaj në forma interesi loje me banorët apo me publikun. Unë mendoj që dashuria e tyre do të vazhdon jashtë, por të gjitha gjërat do të finalizohen jashtë. Do me thënë asnjë gjë nuk do të jetë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Këtë moment që ne kemi kapur, doja që ta ndaj me ju dhe doja të marr mendimin tuaj.